Pas mosmarrëveshjeve brenda koalicionit Vlen, për të cilat ditëve të fundit ka folur publikisht ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, përplasjet kanë shpërthyer edhe në bllokun Maqedonas të qeverisë. Kësaj radhe aktor të përplasjeve publike kanë qenë deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski dhe ministri i Drejtësisë Igor Filkov, i cili vjen nga radha televizjes Znam. Kryeministri Hristijan Mickoski beson se kjo zëng do të mbetet në dy qendrimet personale të politikanëve, duke u shprehur se çdo kush ka të drejtë të ketë ditë të keqe. Ai tha se Miloshovski është pjesë e perimetrit më të ngushtë të tij dhe bashkëpunimin me të e vlerësoi si të nivelit më të lartë. E di se me çfarë problemi përballet ministri Igor Filkov. E di se në çfarë gjendje ka gjetur Ministrinë e Drejtësisë. Bashkëpunojmë vazhdimisht në bazë ditore në pjesën e reformave, të cilët janë shumë të rëndësishme posaçërisht në sektorin e drejtësisë. Por ajo që mund të konkludoj, ndërsa jam i bindur se e gjithë kjo do të mbetet në këto dy qendrime personale, është se çdo kush ka të drejtë të ketë ditë të keqe. Kështu që unë mendoj se ajo ditë e keqe përfundon edhe për njërin edhe për tjetrin. I pyetur se a ka probleme me koalicionin Vlen, kryeministri tha se nuk e ka një ndjesi të tillë dhe sipas tij kanë bashkëpunim të jashtëzakonshëm dhe qeveria është stabile. Jo, nuk e kam atë ndjen, përkundrazi, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Qytetarët të jenë të sigurt se qeveria është stabile. Këtë qeveri e mbështesin jo zyrtarisht më shumë se 2/3 dhe zyrtarisht 78 deputet. Qytetarët, sipas asaj që e shoh në anketa, i japin mbështetje. Është jashtëzakonisht i madh mendimi pozitiv, se edhe Maqedonia po lëviz në drejtim pozitiv. Deputeti Miloshovski së fundmi ka kritikuar punën e Filkovit duke thënë se ministri ka performanca të dobta sa i përket obligimeve që kanë ndërmarrë për reformat në sistemin e drejtësisë, ndërkaq Filkov është kundërpërgjigjur duke theksuar se që kur është tërhequr nga funksioni ministrit të jashtëm, Miloshovski ka marrë pjesë në mënyrë aktive në krijimin e sistemit kancerogjen të drejtësisë, ndërsa ka qenë i kyçur edhe në miratimin e ndryshimeve të dëmshme të kodit penal në vitin 2023, me çka shpëtoi nga përgjegjësia për veprën penale i fuqishme. Sipas ministrit, Miloshovski është i izoluar nga partia dhe për këtë nuk është i informuar për ligjet e reja. Paraprakisht, ministri i Shëndetësisë dhe njëri ndër liderët e koalicionit Vlen, Arben Taravari, deklaroi se mosmarrëveshjet në Vlen shihen nga 100 kilometra larg.